Pra, le ta nisim me pyetjen që, me siguri, ja kemi bërë vetes të gjithë. Sa shpesh duhet të bëjmë dush, realisht? Përgjigjja besoj, do t'ju befasoj pak. Okej, leti hymë thelbit. Shumica prej nesh jemi rritur me idenë që dushi i përditshëm është, standardi. Është shenjë pastërtie. Por, a është vërtet kështu? A është ky rituali më i mirë për lëkurën tonë? Sigurisht, mos të keq kuptohemi. Përfitimet e higjienës janë të padiskutueshme. Na mban larg erave të pakëndshme, na mbron nga infeksionet e lëkurës, e madje na bën të ndihemi më mirë, na e përmirëson humorin. Kjo është pika e nisjes, pa diskutim. Po, ja ku gjërat fillojnë të bëjnë interesante. Po sikur të ketë një anë tjetër të medaljes. Pra, a mund të jetë dëmshme pastërtia e tepërt? Hajde të shohim se çfarë thon specialistët. Dhe ja ku e kemi të përmbledhur bukur fare. Nga njëra anë, higjiena është thelbësore, na mbron nga infeksionet dhe ndotësit. Por nga ana tjetër, larja e tepërt bën të kundërtën. Ajo e zhvesh lëkurën nga shtresa e saj mbrojtëse. Prish ekuilibrin e mikrobeve të mira që jetojnë aty, e madje mund të shpërthej probleme si ekzema apo psoriaza. Është një ekuilibër delikat, apo jo? Dhe këtë e konfirmon edhe dermatologja Dr. Elizabeth Gordon-Spratt. Ajo thot se kur lahemi shumë shpesh, sidomos me ujë të nxehtë, praktikisht po i heqim lëkurës vajrat e saj natyrale mbrojtëse. E çfarë ndodh pastaj? Lëkura mbetet e thatë, e irrituar dhe, çuditërisht, më e prekshme nga infeksionet. Dhe pikërisht këtu, tema bëhet edhe më e rëndësishme kur flasim për moshën e tretë, sepse lëkura jo ndryshon, ndërsa plakemi. Bëhet më e hollë, më e thatë, dhe ky ekuilibri i higjienës kthehet në një sfidë edhe më të madhe. Shikoni pak këtë tabel. Ajo që është vërtet interesante këtu është se si gjithçka lidhet me lëkurën. Për shembull, zemra nuk pompon gjak si më parë. Kjo do të thotë që plagët shërohen më ngadalë. Lëvishmëria reduktohet, rritet menjëherë rreziku për plagë nga presioni. Pra, nuk është vetëm lëkura në sipërfaqe, i gjithë trupi ndikon, duke e bërë atë tepër delikate. Ja pra dhe këshilla konkrete nga Dr. Gordon-Spratt, për të moshuarit, rregulli është i thjeshtë, më pak është më mirë. Një dush çdo 2 apo edhe 3 ditë është plotësisht i mjaftueshëm. Kështu ruhet pastërtia pa e sulmuar atë lëkurë tashmë të ndjeshme. Mirë po, që ndodh kur problemi nuk është thjesht lëkura e thatë? Që ndodh kur vetë akti të bërit dush kthehet në një sfidë të madhe, fizike dhe emocionale? Le të flasim pak për këtë. Këtu hym në një territor shumë njerëzor dhe shpesh të vështirë. Ky citim nga një përdorues në Reddit e kap thelbin në mënyrë drithëruese. Për personat me demencë, dushi mund të jetë një burim i vërtet frike dhe ankthi. Diçka që ne marrim si të mirëqen. E pse ndodh kjo? Imagjinoni pak, truri i tyre i përpunon ndryshe ndjesit, zhurma e ujit, ndjesia në lëkurë, frika se mos rrëshqasin, të gjitha këto mund të jenë bingarkuese. Dhe kështu, një rutinë e thjeshtë kthehet në një makth, si për personin në fjalë, ashtu edhe për kujdestarin që përpiqet të ndihmojë. Mirë, atëherë si veprohet? Si mund ta ruajmë higjienën pa shkaktuar gjithë këtë stres? Zgjidhja është kujdesi i lokalizuar. Dhe këtu, zona perineale është absolutisht kyçe. Pastrimi i kësaj zone është thelbësor për të parandaluar infeksionet dhe erët e pakëndshme, dhe kjo mund të bëhet fare mirë pa pasur nevojë për një dush të plotë. Dhe ja këtu kemi disa hapa fare praktik. Me një lek të butë me kujdes mund të bëhet një punë e shkëlquar. Larja e pjesshme apo kujdesi i synuar nuk janë thjesht një alternativë, por shpesh janë mënyra më e mirë. Kështu garantohet higjiena, por mbi të gjitha respektohet rehatia dhe dinjiteti i personit. Mirë, kjo na sjell te pika jonë e fundit. Kemi folur për teknikat e higjienës, por le të flasim për sigurinë. Si mund të na ndihmojë teknologjia për t'i bërë hapësirat tona më të sigurta, sidomos banjon, që është një nga vendet me rrezikun më të lartë në shtëpi. Dhe hidhini një sy këtij numri, 36 milion. Ky është numri i rrëzimeve mes të moshuarve në SBA çdo vit. Është një shifër marramëndse dhe tregon qartë se kemi një nevojë urgjente për zgjidhje më të zgjuara për sigurinë, sidomos në banjo. Problemi me sistemet tradicionale të alarmit, si ato butonat që mbahen në qafë, është se ato kërkojnë që personi të jetë i ndërgjegjshëm dhe i aftë t'i shtype. Por që ndodh në një rrëzim të rënd ku personi humbet ndjenjat, ai buton bëhet praktikisht i pavlefshëm. Por ja ku teknologjia vjen në ndihmë me një zgjidhje vërtet inovative. Ky është një sistem sensorësh që po testohet dhe gjëja më e rëndësishme është kjo.
nuk ka kamera, as pak. Ai përdor sensorin fratkuq dhe lidar për të monitoruar lëvizjen, duke ruajtur plotësisht privatësinë. Hajde ta shohim si funksionon në praktik. Ky grafik tregon të dhënat që mbledh sistemi. Vija e verdh mat lëvizjen, ndërsa ajo blu mat distancën nga muri. Sistemi mëson se si duket një aktivitet normal, hyrja në banjo, ulja. Por me rëndësishmja, ai dallon menjëherë kur ndodh diçka anormale, si një rrëzim i papritur i ndjekur nga palvishmëri. Dhe atëherë, ai I jep alarmin. Pra, duke nisur nga një pyetje thjesht si sa shpesh duhet të bëjmë dush, arritëm deri te teknologjia e së ardhmes. E gjithë kjo na lë me një pyetje të madhe për të gjithë ne, teksa jetojmë gjithnjë e më gjatë. Si duhet I transformojmë shtëpitë dhe zakonet tona për të mbrojtur jo vetëm shëndetin, por edhe dinjitetin ton?